Sigur se ndoqëm pak më herët ditën e djeshme në Malin e Zi, në Ulqin, u hap konsulata e përgjithshme shqiptare, e cila, sigur se tha Ministri Hasani, do të shërbej për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tregtare, por edhe politike midis dy vendeve. Më gjërësisht, ne do diskutojmë me zotin Nikol Camaj, nënkryetari i Parlamentit të Malit të Zi. Zoti Camaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje edhe për ju. Atëherë, si e vlerësoni këtë hap, ngritjen e konsulatës së përgjithshme shqiptare në Ulqin? Përpos asaj që ustadje mund të dëgjohej nga ata që patë në rastin të na flasin se një hap i tillë ka rëndësi të veçantë për marrëdhëniet në mes të dy shteteve, për ne shqiptarët ajo ka edhe një domethënie të simbolike, dëshmon për kujdesjen e vazhdueshme të shtetit am konform kushtetutës në fund të fundit për shqiptarët në Troje. Po ashtu është një prej premtimeve që ne ka bërë ministri në takim diku para 2-3 viteve dhe më gëzon fakti që ky u realizuat gjatë mandatit të tij, gjatë mandatit të ministrit i cili ka ndaj shumë afër kërkesave të shqiptarëve nga Trojet. Kështu që për ne, ju them të drejtën, e ka një rëndësi të veçantë që në qendrën e shqiptarëve, në qendrën më të madhe, në ulqinin e lashtësisë, në ulqinin e turizmit, në ulqinin e resurseve kështu në përgjithësi, të kemi tash një qendër diplomatike, të kemi ambasadën e shtetit am, e cila me siguri do të ndihmojnë në ata që është qëllimi i fundit edhe në raportet në mes të dy shteteve. Fakti se ajo gjendet mu në Ulqin është pra një dëshmi se Ulqini si qendër, pra si qytet i lashtësisë, po shndrohet edhe një qendër që është e rëndësishme, qendër diplomatike. Ndërkohë, zoti Camaj, ju e thatë që patjetër Shqipëria e ka në kushtetut mbrojtjen e shqiptarëve kudo që janë, por në anën tjetër, qeveria, parlamenti në Malin e Zi, sa po bëjmë për të respektuar të drejtat e të gjitha minoriteteve që përbëjnë shtetin e Malit të Zi dhe njëkohësisht shqiptarët e Malit të Zi, sa po bëjmë për të mbrojtur, për të promovuar çdo drejt që ata kanë? Së pari duhet të them se shqiptarët vërtet gjatë gjithë kohës kanë qenë një hallkë mirë lidhëse në mes të dy shteteve dhe kanë luajtur një rol pozitiv që të avancohen raportet në mes të shteteve, se për ne si pakistë është shumë e rëndësishme që Shqipëria të jetë faktor, të jetë ajo që është në syt e shtetit të Malit të Zi. Mendoj se këtu ja kemi arritur. Sa për këtë drejtave tona, natyrisht gjithmonë mbetet shumë hapësirë për t'i avancuar ato. Jemi një pakicë që përbën 5% dhe kemi arritur që konform asaj përqindje të realizojmë përdorimin e gjuhës, shkollimin, të thithim fonde për të investuar aty ku me dekada nuk është investuar, sikur është rasti i Tuzit, por mbetet për të dëshiruar sidomos në shkollimin e lartë, akoma në përqindjen e punësimit të shqiptarëve në për institucione, dhe pse edhe ajo përqindje është përmirësuar ndjeshëm në këto 2-3 vitet e fundit, pra sido që t'jetë shqiptarët në një farë mënyrë kanë marrë përgjegjësinë edhe për t'i realizuar të drejtat e veta në një përmas më shumë se që ishte kjo përpara. Pra natyrisht se në raport me shtetin am janë realizuar disa projekte, sikur është edhe komuna e Tuzit, por mendojmë me pozicionimin e shtetit shqiptar, në këtë rast që mendoj se s'ka nevojë më ajo që shumë rëndësishme se s'ka nevojë shqiptarët më të ndihen inferior as në këtë shtet, as në rajon, madje as në politikën ndërkombëtare, dhe kjo ndihmon shumë proceset dhe natyrisht se çështjet të cilat janë të pasgjellura, sidomos kur në pyetje drejtat në pronë, të cilat disi nuk kanë arritur të finalizohen në këtë shtet, në pronën, sidomos në pronat fisnore, në resurset lokale kështu me radhë, që në të ardhmen edhe këto çështje të avancohen dhe të arrijnë konform standardeve spakut evropiane, ndërkombëtare të mështu, me qenë se ne edhe pretendojmë të jemi shtetje anëtare e ardhshme e Bashkimit Evropian. Çështja e pronave, zoti Camaj, është problem i gjithë qytetarëve të Malit të Zi apo specifikisht për shqiptarët? Po, është fakt se aty ku janë shpallur domethënë parqet nacionale, pjesa më e madhe ka të bëjnë me trevat kujtojnë shqiptarët.
të mirat detare në ndërmarrje që ka qeverisur zonë bregdetare, po ashtu mbi 50% takon pjesës e Ulqinit ku janë shqiptarët. Pra në një farë mënyrë si ligje kanë të bëjnë me komplet treven, me komplet malin e zi. Mirë po i efektojnë me atë për shqiptarët për faktin se jetojnë në ato zona ku janë marrë disa masa mbrojtëse që janë një trashëgimi nga sistemi i kaluar dhe ku mendoj se duhet të intervenojmë që qeverisja lokale, pushteti lokal, që vetë bashkia lokale do më thotë të ketë më tepër ndikim në shfrytëzimin e tyre. Unë do t'ju marr konkretisht plantacionet, fushat e rrushit, vreshtave pra që janë në Podgoricë, mbi 80% janë në territorin e komunës së Tuzit dhe Tuzi ka shumë pak nga ato. Duhet shtu kësaj se ato janë tokat cilat janë uzurpuar, janë nacionalizuar në vitet e 60-70, të cilat në një farë mënyrë përmes konventës ndërkombëtare mbi popujt indogjent do duhet të ktheheshin pronarëve. Pra gjitha këto janë çështje të cilat na presin se unë mendoj se e drejta në pronë dhe drejta në prodhim të vendit në një farë mënyrë të qoftë edhe me mbrojtje të atillë që me pas ekskluzivitet në diçka i ruan pakicat nga shpërnguljet edhe i ruan nga ajo që të jenë monedhë përkusure, si kur kemë pas në të kaluarën që të blehen votat, të tregtohet mundësia e pushtetit për shkak të atyre droncave që i jep të pushteti. Pra, ideja është në të ardhmen të krijohet një pavarësi ekonomike dhe duhet ta lidhim edhe me hapjen e konsullatës në këtë drejtim se mendoj se marrëdhëniet më të përafërta ekonomike të shqiptarëve në Maltëzi, me Shqipërinë, me Kosovën, me Maqedoninë, pra aty me ku jetojnë shqiptarët, do ta ndihmonte shumë këtë proces të pavarësimit ekonomik të shqiptarëve në trojet e veta, në trojet etnike. Zoti Camaj, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt të shkurt në studion e televizionit Skam. Patjetër do të kemi mundësi të diskutojmë edhe në vijim. Ditë mbar.